Janë mbushur 5 vite nga arrestimi i krerëve të UÇK-s, të cilët për gjysmë dekade po mbahen të paraburgosur në gjykatën speciale në Hag. E sot në 5 vjetorin e kësaj date, organizatat e dala nga lufta kanë mbajtur një aksion simbolik pranë zyreve të ULEX-it me moton 5 vjet pa drejtësi e organizuar. Nga aty u shpalosën shumë kritika për krejt procesin e zhvilluar ndaj tyre. Grumbullimi i disa qytetarëve afër zyreve të ULEX-it alarmoi sigurimin e këtij misioni në Kosovë. Sa më shumë që shtoi numri i tyre, rritej edhe lëvizja e tyre brenda objektit. Kur u kuptua se ata janë veteranë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, u lejua pa ndonjë reagim përfundimi i një aksioni simbolik. Në 5 vjetorin e arrestimit të ish-krerëve të UÇK-s, organizatat e dala nga lufta rrethuan me shërita të verë dyert e objektit të ULEX-it. Me pankartën që mbante portretin e 4 krerëve të luftës, u kërkua drejtësinë e gjykimit që po vazhdon ndaj tyre. Këtë datë e quajti si të kopshme kreu i veteranëve, teksa tregoi edhe mesazhin e këtij aksioni simbolik. Kemi dalë që dërgojmë mikit e ULEX-it dhe ndërkombëtarëve që jeni të mbajt peng njerëzit i keni kidnapuar, ata njerëz të cilën sollën lirinë, pavarësinë dhe paqen dhe demokracinë në vend. Unë nuk kam që shtoj më shumë, vetëm të them një, ata njerëz të cilët mendojnë trupin Kosovë dhe kokën Serbi dhe kanë gabim. Ky vend është i shqiptarëve dhe i gjithë atyre që dojnë të jetojnë në Kosovë të lirë. Ai që u lirua nga Haga me 17 tetor të 2023-s nuk beson se fatin e tij do ta kenë edhe ish-krerët e UÇK-s. Për momentin rrugën çfarë kam marrë gjykatë, ju nuk besoj. Shpresoj, duhet besojnë që besojnë në Zot, që ata do të vinë të lirë, po kjo gjykatë më shumë është politike se gjykatë që ndan drejtësi. Pritshmëritë e njëjta i patën edhe veteranët të tjerë që morën pjesë në këtë aksion simbolik. Si proces ne nuk shpresojmë shumë të drejtësi. Ne ushtria shqiptare e Kosovës asnjëherë s'ka qenë kundraj drejtësisë. Ne kemi pas procese të ndryshme që kemi kryer gjatë periudha prej mas lufte deri sot, edhe në mënyra të ndryshme është gjykuar ushtria shqiptare e Kosovës, është akuzuar në mënyra të ndryshme, po asnjëherë nuk kanë gjetur asnjë fakt. Ish luftëtari nga rajoni Dugaxhinit, Bujar Haradinaj, krahasoi gjyqjen e Hagës që u mbaj ndaj bashkëluftëtarëve të tij pas luftës me këtë të ditëve të sodit. I dim çfarë dëshmitarësh kanë qenë edhe domethënë nuk kalon që thonë ngurja s'dru pa lujt, domethënë edhe i kanë hi procesit fillim edhe marrim, edhe s'kan mujt me gjetë asnjë shipël që e përket ushtrisë shqiptare të Kosovës. Në këtë gjykatë sot që është themeluar fatkeqësisht edhe nga Parlamenti i Kosovës, ne kemi prit më shumë drejtësi në ta. Pas aksionit, veteranët të shpëndon të qenë nga kishin ardhur, teksa shiritat mbeten në hyrje të objektit të ULEX-it. Në këtë ditë, kryetari PDK-s Memli Krasniqi ka vizituar familjen e ish-presidentit Thaçi atë veselit e Jakub Krasniqit në 5 vjetorin e shkuarjes së tyre në Hag. Krasniqi ka shprehur solidaritetin e plot me familjet, teksa ka thënë se pret që ata të kthehen në Kosovë. Urojmë që ky proces i dalë prej binarëve të drejtësisë dhe arsyes të përfundojë sa më shpejt me verdiktin që e presim të gjithë, lirinë e çlirimtarëve, që ata të kthehen te familjet dhe te populli i tyre. Kosova ju pret, shkroi Krasniqi në Facebook. Ndërkohë, kryeministri në detyrë Albin Kurti vizitoi familjen e Recep Selimit, njoftoi gruaja e ish-deputetit Shqipe Selimi. Unë, fëmijët e mi dhe gjithë familja jonë i falenderojmë të gjithë ata që tash e 5 vite me radhë na kanë dhënë mbështetjen e tyre. Me shpresën që shpejt të takohemi në gëzime bashkë me erejgjën ton, shkroi Shqipe Selimi. E në 5 vjetorin e arrestimit të krerëve të UÇK-s, kryeministri në detyrë Albin Kurti ka publikuar një letër të cilën ka thënë se ja ka dërguar kryetarës së dhomave të specializuara Ekaterina Trëndafillova më 2022. Aty ai kishte kërkuar lirimin e tyre, por përgjigje nuk mori. Shko Hashem, këtë thirrje për dorëzim në gjykatën speciale, kryeministri në detyrë Albin Kurti e kishte bërë në vitin 2019. Ai atë botë i kërkoi presidentit Hashim Thaçi të ndërmerrte diçka lidhur me ftesën e grupit special drejtuar ish-komandantëve dhe luftarëve të UÇK-s.
Tani 6 vjet më vonë Kurti publikoi për herë të parë një letër që ja kishte dërguar kryetarës së dhomave të specializuara Ekaterina Trendafilova me 2022. Në këtë letër ai kishte kërkuar lirimin e tyre. Ne besojmë se të akuzuarit mund të kthehen në shtëpi për të pritur gjyqin, pasi policia e Kosovës ka garantuar se mund të mbikëqyrë arrestin e tyre shtëpiak, nëse është e nevojshme. Për ta lehtësuar këtë proces për familjet dhe vetë të akuzuarit, unë jam i gatshëm të ofroj garanci shtetërore për lirimin me kusht të gjithë të akuzuarve. Kurti kishte kërkuar gjithashtu që gjykata ta zhvendos fokusin nga një trajtim monoetnik dhe ta vendos aktakuzën në kontekstin e luftës së Kosovës. E shfryzoj këtë mundësi për që bërë thirrje që ta zhvendos një fokusin monoetnik të gjykatës dhe ta ktheni në kontekstin e dur, luftën e Kosovës. Nëse dhomat të specializuara janë themeluar për të trajtuar krimet e kryera gjatë luftës, pse nuk po hetohen krimet e tmerrshme të kryera në Prekaz, apo masakra e Mejës, e Reçakut dhe qindra të tjera ku mijëra shqiptar u vran, u dogjen dhe më pas u hodhen në varreza masive. Megjithatë, kryetari i organizatës së veteranëve të luftës nuk e sheh këtë letër si të besueshme. Nuk duhet besesh shumë ato hiç, po Allah zoti inshallah ka bëu kërkesë. Në 2020 kam qenë në Burg, me kon kishim dëgjuar një bodisë, s'kemi dëgjuar kurrë. Spres për Albin Kurti, azeni njëri që ju ka thonë, ju jeni me shku në Hag, shkoni në Hag, ky edhe shokët e tina apo simes e tina në atë kohë, zot besoj në azin e të. Kurti ka treguar se për këto kërkesa nuk ka marrë asnjëherë përgjigje. Kurti gjithashtu sot bashkë me aktivist në 9 vjetorin e vdekjes së Astrid Deharit ka bërë homazhe tek varri i tij teksa u organizuan edhe aktivitete të tjera. E nga aty u kritikua vonesa në zbardhjen e rastit. Në 9 vjetorin e vdekjes së Astrid Deharit, lëvizja vetëvendosje organizoi aktivitet për dhurimin e gjakut. I pari që u lajmërua ishte kryeparlamentari i Kosovës. Dim Albashës shoqëni i bën edhe disa aktivistë tjerë me të cilët kaloi kohë gjatë këtij aktiviteti. Pas përfundimit të këtij akti humanitar, kryetari i Kuvendit kërkoi drejtësi për aktivistin Dehari. Në regjimet e tjera që kemi vujtë si shqiptar, kanë sajuar këtë akuza. Derisa Astridi është mojtë në burg për 67 ditë, nuk ka pos as dënim, as pyetje, as aktakuzë. Po besoj edhe shpresoj që një popull i tonë që ka sakrifikuar, e ka luftuar, e kanë vdekë për me jetu të lirë edhe për me pos drejtësi. Prandaj edhe i bëj thirrje edhe një sistemi drejtësisë që t'i jap epilog mbytyjes së tij dhe njerëzit përgjegjës të dolin para drejtësisë. Por pse nuk është zgjidhur ky rast gjatë 5 viteve sa ka qenë në qeveri, pikërisht lëvizja vetëvendosje? Po na nuk mundemi të bëjmë rolin e prokurorit as të gjykatës. Kjo është sistemi i drejtësisë, është një pushtet i ndorë në anë shtetit që duhet ta bëjë punën e vet. Jo dini ne ndru 4 prokuror në rastin e Astridit. Kjo është pa kuptimshme. Pastaj ju e dini epilogun se si ka shku. Para këtij aktiviteti, Basha shoqëroi Kurtin gjatë homazheve tek varri i Astrid Deharit. Edhe kryeministri në detyrë shprehu vullnetin që të ndihmojë sistemin e drejtësisë për zbardhjen e këtij rasti. Si lëvizje vetëvendosje, fillimisht, e tash edhe si qeveria e Republikës Kosovës, na ka në dispozicion për çka do të u nevojitet. Por ne punën e prokurorisë edhe të sistemit të drejtësisë nuk mund ta bëjmë. Këto janë shtylla të ndara të pushtetit. Një thirrje për prokurorin pati edhe nëna Astrid Deharit. Çaja prokurori nuk ka punë me vetëvendosje, Astridi ka qenë antar i vetëvendosjes. Astridi politikisht u mbyll, u vran burgun e Prizrenit. Syl Hoxha, Nexhmi Krasniqi, në dalin e ta thojnë, ndoshta ju ka ardhur më koha me të thonë të vërtetën se çka kanë panë Astridin. Ndërsa babaja Astrid Deharit tha se mos funksionaliteti i drejtësisë po bëhet ndoshta me qëllim për të mos hedhur dritë mbi vdekjen e djalit të tij. Në anën tjetër, kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku ka folur sot për mandatin që ka marrë Glauko Nufca për kryeministër. Ai ka porositur atë e lëvizjen vetëvendosje të ndalojnë konsumimin e dedëve, duke theksuar se kështu sa më shpejt mund të zgjidhet kriza politike. Pavarësisht deklarimit të tij dhe të tjerëve, Konjufca u mandatua nga presidentja. Mirëpo kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, nuk është optimist se nënkryetari i LVV-s do ketë sukses. Në konferencën e tij për media të mërkurën, tha se s'mund të ketë qeveri të pakicës. Qeveri të pakicës nuk mund të ketë më në Kosovë. Nga viti 1989, nga 23 dhjetori vitit 1989, në Kosovë vendos shumica. LDK
e rikujton se në demokraci, pakica nuk mund vendos për shumicën, për popullin. Në demokraci, pakicës i thojnë opozit, jo qeveri. Sipas tij, ky është harxhim kohë nga vetëvendosja me filma teatral dhe sa më shpejt t'i ndalojnë konsumimin e ditëve, aq më mirë. E siç thot Abdigjiku, datat e mbajtjeve të zgjedhjeve nuk ndikojnë në rezultat elektoral. Çdo përpjekje për zvarritur këtë proces, për kalkulimet vogla elektorale, për data elektorale, që në fund ditës bëjnë dhe diferencë, janë përpjekjet një pushteti që disi nuk lëshon dot karrikën e vet. Çfarë është kjo mani kaq e madhe për pushtet, sa që zbulojnë e krijojnë forma për qëndruar me çdo kush në atë karrikë. Krahas kësaj ai tha se i ka shprehur gatishmërinë presidentes Osmani për vazhdimin e buxhetit të këtij viti edhe për 3 muajt e parë të vitit 2026. Në takim me presidenten dje, i kam shprehur gatishmërinë analizës së vazhdimit të buxhetit paraprak. Pra, nëse ka dakordim politik me gjitha partitë politike, që po shkojmë zgjedhje, meqense po shkojmë zgjedhje na po na dashka më shmang një skenari bukur tert. Sa skenar nuk është i garantuar, le të shpresojmë që ka qeveri më njëherë, që ka shumicë më njëherë, që nuk vanohemi herën tjetër, mund konsiderojmë zgjidhje për zgjatim të buxhetit vitit kaluar. Edhe subjekte tjera politike patën qëndrimin e njëjtë karshi konjufsës pas mandatimit nga Osmani. Edhe shumë frikë te kundërshtarët të politik. Derisa zgjedhjet e reja parlamentare duken në horizont, kandidatët për kryetar të komunave që janë në balotazh kanë vazhduar fushatën me takime me qytetarët. Në Dardani dhe në Ulpian vazhdoi takimet me qytetarë. Përveç tyre, kandidati i LDK-s për kryetar në kryeqytet, përparim Rama, vazhdoi fushatën zgjedhore duke parë nga afër edhe projektet që pritet të nisë. Pas edhe liftat në 2 anët, të cilat janë funksionale edhe për të mirën e qytetarëve. Edhe homologu i tij në Gjakov nga radhët e lëvizjes vetëvendosje, Ardian Gola, u aktivizua gjatë së mërkurës në rrjetet sociale. Përmes një video me inteligjencë artificiale, ky premtoi prodhimin e droneve në atë qytet. Do të jenë prodhim made in Gjakova në Kosovë. Ndërkohë, kandidati i AAK-s për kryetar të Suarekës, Bali Muharremaj, vazhdoi punët e tij si kryetar para balotazhit të së dielës. Ai publikoi punimet nga pastrimi i lumit në Sallagrazh dhe hapjes së rrugës fushore në Përbisht. E në Mitrovicën e Jugut, Arjan Tahiri i PDK-s vazhdoi takimet me qytetarë dhe bëri vizita bizneseve. Ky po ashtu ishte edhe në panajirin e prodhimeve vendore, ku premtoi mbështetje për gratë. Vijojmë edicionin me çështje të tjera. Studentë të mensës së studentëve në Prishtinë kanë publikuar pamje ku shihet prania e 1000 në hapësirën ku ata ushqehen. Kjo shqetësoi ata nga institucioni thanë se janë marrë masat. Mira studentë ushqehen për ditë në këtë qendër, por të mërkurën brenda mensës u shfaq një mysafir që rrezikon shëndetin e tyre. Një video e publikuar në rrjetet sociale tregoi 1000 duke lëvizur brenda hapësirës së mensës në Prishtinë. Pamje që u shpërndan sollën shqetësime tek studentët. Është pak problem kur e shen një gjallë e stil që menja shkon gjithka është problem me ushqime qatë ushqim. Për neve si studenta nështë është pak ma përballueshme menza, ama do të me këshyrë. Nuk po mdoget që kena me mujtë me vazhdu të i poq ato pamje, masi i kena poq ato pamje. Pavarësisht situatës, pati edhe nga ta që nuk e shohojnë aq problematike. Madje vazhduan të ushqehen aty, po u ndjer fare të rrezikuar. Po në përveç pa e po e nuk më vjen gërdishëm. Nëse kom po, nështë ta u kon vidaja ma herë, që kom pra 1 vite, pra 2 vite, nuk për ka as informacion as për gjë. Deri tash nuk është që kam pas në eksperiencë të keqe, po besoj që kjo çështja miut do të ata me pa prej ka ardha i mi, pse ka ardhë dhe veç me parandalu, që mos me ndodhë. Për situatën e krijuar atje, një përgjigje pati drejtori i mensës, Fahri Osmani. Sipas tij, masat janë marrë direkt dhe ushqimi është i sigurt për konsum. Ne kemi marrë më njëherë masat e nevojshme. Kompania që është përgjegjëse për deratizim më njëherë ka fillu punën, ka bërë inspektimin edhe ka marrë masat e nevojshme. E pranojmë shqetësimet e studentëve,
por ju garantojmë sepse nuk kanë nevojë për panik, për shqetësim, nga se siguria e cilësisë së ushqimit është në rregull. Për të kryer deratizimin brenda qendrës, mensa do të mbyllet gjatë fundjavës. Për të tejkaluar këtë, ne planifikojmë që po ashtu ditë në vikend të bëjmë një dezinsektim dhe deratizim komplet të menzës, të mbyllet menza për 2 ditë, mirë që ta kryejmë një proces të tillë komplet. Osmani tha se nuk kanë ende informacione në lidhje me kanalin përmes të cilit ka hyrë brejtësi. Një situatë ironike ndodhi në Gjykatën Supreme, ku është mbajtur seanca gjyqësore lidhur me padinë e iniciuar nga Oda Ekonomike e Kosovës kundër ZRE-s, që ka të bëjë me ndaljen e detyrueshme të bizneseve në tregun e lirë të energjisë elektrike. Aty u ndal rryma dhe ndërpreu seancën. Pas disa muajsh kundërshtish, më në fund u erdhi radha të përballën edhe në gjykatë. Në njërin anë Oda Ekonomike e Kosovës si iniciuese e padis dhe në anën tjetër zyra e rregullatorit për energji si pala e paditur. Të dyja së bashku me përfaqësuesit e tyre ligjor dolën para trupit gjykues për të mbrojtur qëndrimet e veta pro dhe kundër vendimit për daljen e detyrueshme të bizneseve në tregun e lirë të energjisë elektrike. Në fjalën fillestare, avokati i Odës Ekonomike Ekrem Hoxha argumentoi se vendimi i ZRE-s është në kundërshtim me ligjin dhe kërkoi anulimin e tij. Për kundër se ka pasur obligim ligjor nga ligji për energjinë elektrike, baza ligjore të cekur në paditur, ka shkelur ligjin. Hoxha tha se konkurenca reale në treg nuk ekziston, me arsetimin se operatorët e tjerë nuk garantojnë furnizim me energji elektrike. Ta operatorë tjerë të licencuar nuk garantojnë furnizim me energji elektrike. Ironikisht, ndërsa tema e diskutimit ishte energjia elektrike, seanca u shoqërua me disa ndërprerje të rrymës. Sidoqoftë, përfaqësuesi i ZRE-s Yrmeden Misini e kundërshtoi në tërësi pandin, duke cilësuar si të pabazuar në ligj. ZRE kundërshton në tërësi padin dhe kërkespadin e palës padise si të pabazuar në ligj. Avokati shtoi se ZRE-ja ka vepruar bazuar në parimet e transparencës dhe kushtetutës. Si institucioni pamvarr, ZRE ka vepruar në përputhje me parimet e pavarësisë, transparencës. Pasi palet përfunduan replikat, gjyqtarja Dalusha Halimi bëri të ditur se brenda afatit ligjor, palet do të pranojnë vendimin e gjykatës. Vendimin e gjykatës do të plotësohet brenda afatit ligjor, pas Nga Oda Ekonomike u shprehën të bindur se do ta fitojnë rastin. Procesi i liberalizimit, njoftimi i zyrës rregullatorit të energjisë elektrike si ka shkaktuar efekt material në ndikim negativ të biznesit dhe si ka dëmtuar bizneset. Kështu që kemi besim plot në trupin gjykues që do të shërton të gjitha provat, të gjitha faktet që u thanë sot dhe do ta sjellë në vendim të drejtë që do të mbrojnë biznesin, do ta mbrojnë ekonominë e Kosovës. Vendimi për liberalizimin e tregut ka hyrë në fuqi me 1 qershor 2025, me të cilën të gjitha kompanitë më shumë se 50 punëtor ose qarkullojnë mbi 10 milion euro në vit janë të obliguar të kalojnë në tregun e hapur. Kurse më pas nisi shkyqja e bizneseve që nuk kanë nënshkruar kontrata për furnizim me energji. Ndërkohë, me një fatkeqësi u përball një zyrtar i BE-s në Kosovë, ai u therr me thik. Mbrëmjen e së martës në Gjakov, gjendja e tij shëndetësore është stabile e rasti po hetohet. Misioni i tij u ndalua e jeta ju vu në rrezik. Një zyrtar i Bashkimit Evropian të martën mori 2 plakë nga një mjet impret. Rasti ndodhi në Gjakov në orën 19:57. Të shokuar me rastin mbetën kolegat nga zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë. Jemi të shokuar nga ky lajm dhe i dëshirojmë shërim të shpejtë dhe të plot. Hetimi është duke u zhvilluar dhe autoritetet po përcaktojnë faktet. Meqense është hetim aktiv, nuk jemi në gjendje të japim detaje të mëtejshme në këtë kohë. Zyrtari i BE-s është plagosur në kokë, gjaks dhe qafë. Mirëpo gjendja e tij shëndetësore është stabile dhe jashtë rrezikut për jetë. Kështu thot Nazmi Kolgeci, drejtori i klinikës së kirurgjisë torokale. Unë besoj që bazuar në atë që kemi pasur me pacientë tjerë ngjashëm me rastin e që sotme, unë besoj se ky pacient mund të ishte stabil, të besoj që orën do të jetë i tillë.
E Prokuroria Speciale tashmë ka nisur hetimet për rastin. Prokuroria Speciale i njofton që nga momenti kur e ka pranuar rastin në trajtim, ka filluar me ndërmarrjen e veprimeve hetimore në përputhje me kodin e procedurës penale dhe ligjeve në fuqi. Nga kjo prokurori bën të ditur se janë ndërmarrë të gjitha masat me qëllim të zbardhjes së ngjarjes. Mbesim në Gjakov për një problem tjetër, numri fiks i shërbimit të kujdesit paliativ të cilin e ka vendosur komuna nuk është i qasshëm. Kjo po ju paraqet pengesa qytetarëve derisa nga institucionet kanë heshtur për këtë. Energjia elektrike ju është ndërprerë e ankesat s'kishin ku t'i adresojnë. Kjo pasi numri fiks i shërbimit të kujdesit paliativ në Gjakov nuk ishte në funksion. Komuna e Gjakovës vendosi një numër tjetër kontaktues, por edhe ai nuk ishte zgjidhje. Ai ishte në pronësi të një punëtori që tashmë është larguar nga puna. Jo, nuk jam personale, kam mjekë, kam qikë puna. Një situatë e tillë po ju paraqet problem gjakovarëve. Shumë vështirësi ka. Pengesa sa dush. Ani pse ka të tillë që nuk i shqetëson ky fakt. Ja, kur gjojsh s'kem pengesa. Nuk ju pengon asgjë. Ja, kur gjojsh, absolutisht. Nuk për vetë nuk kom pengesa ish. Unë e kom atë mjekun tam që jam smut që 4 vjetë, kur shkoj kontrol, s'kam kur fa pengesa. Lidhur me këtë situatë, televizioni ka provuar të kontaktojë me komunën e Gjakovës, por edhe numri kontakt. Të nderuar shikues, me kaq po përmbyllim këtë edicion të lajmeve. Për këto dhe shumë informacione të tjera klikoni në Gazeta Express. Ju vazhdoni të qëndroni me ne, duke filluar nga ora 20:45 do jeni me emisionin Pressing me Leonard Kërçukin. Falenderoj për vëmendjen, mirupafshim.